Miqtë e Podemekastit, mirë se u takuam, kësaj radhe bashkë me mua Shajbe, kemi një mysafir që për një pjesë të Podemekastit është i njohur, por kur njeri bën aktivitet, angazhime edhe shumë ngjarje, pse mos me qenë edhe një sezonën tjetër. Mirë se na erdhe Ragmi. Faleminderit Shkëlzen, faleminderit gjithë juve që më keni ftuar në këtë Podemekast, unë po shpresoj që do ta kemi një bisedë kështu relaksuese, madje të trajtojmë edhe temat të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme për momentin. Shkëlzen, a di pse ky Podemekast më kon ndryshe për atit kalumit? Sa atëro kon pashtriku. Shtë unë. Me pashtrikin kur e kemi mbaru emisionin, kemi thonë se me Ragvin kemi me folë shumë, po pelojmë për epizodet e radhës dhe për sezonet tjera. Atëherë jemi pas koncentru ma shumë me folë për Ragmin në një periudhë tjetër kohore dhe një historik ma shumë familjare, pak aktivitet rinor, kurse tash do të mundohemi me orientu dika tjetër bisedën me Ragmin, po ti vetë Ragmi, qysh po e shet tash vetën krahasuar para një 10-15 vjetëve kur e ki pas aktivitetin në Bujanoc kryesisht, e tash një zyrtar institucional në Prishtinë, edhe a po e ndin atë farë dallimin mes një përfaqësuesi zyrtar institucional në Prishtinë me atë aktivitetin lokal në Bujanoc? E para, faleminderit edhe një herë. Gjithsesi më ka ndryshuar perspektiva nga cila i shoh problemet, përpara ka qenë një angazhim i jashtëzakonshëm për me i dëshmu se cilët janë ato probleme, tashmë jam në një fazë ku duhet gjetur zgjidhja, duhet gjetur mënyra se si do t'i adresojmë ato probleme dhe para shumë se si e shohim në mënyrë strategjike zgjidhjen deri në fund. Madje kjo eksperjenca jeme edhe në Bujanoc, Lugin, Preshevës e tashmë edhe në Kosovë ma ka kriju edhe më shumë bindjen që çështjet të cilët janë të rëndësisë së veçantë, që janë kauza jonë kombëtare, që është të drejtat e shqiptarëve në Lugin të Preshevës, edhe më shumë jam i bindur se ato nuk dhurohen, po ato fitohen me angazhim, fitohen me përpjekje, fitohen me qëndrueshmëri, e fitohen duke i elaboru e duke i shtru rrugët e zgjidhjeve për ato probleme. Sigurisht, atëherë jem kon shumë më i ri, e ndoshta përgjegjësia ka qenë më e vogël, por që tash shumë më serios edhe shumë më insistues për mënyrën se si do të zgjidhen ato. Nga pozita e këshilltarit politik të zëvendëskryeministrit të Kosovës, arrite në pozitën e këshilltarit të kryeministrit të Kosovës. Apo të ngan kryeministri Kurti? Një fat i madh është kryeministri Kurti. Të vërtetë më ka përcjell një fat i mirë që kam taku shumë njerëz të mirë. Shumë njerëz të sot, shumë njerëz të entuziazmuar e njerëz të cilët e shohin kauzën tonë kombëtare si kauzë jetësore. Edhe këtu kur kam bashkëpunuar me shumë njerëz, edhe të politikës, edhe shoqërisë civile, përfshi këtu nga Riza Alimi, Shaib Kamberi, Ardita, po edhe shokët e mi, që kam qenë shumë me fat, që bindjet e mia, besimet e mia për çështjet e Luginës së Preshevës i kam pas edhe ata. E kur ki shumë shok, e kur të mbështesin gjithë ata, atëherë bëhet shumë më lehtë, por ajo që është e rëndësishme që tashmë një përvojë ekzekutive, siç është këshilltari i zëvendëskryeministrit, edhe një përvojë ekzekutive si këshilltari i kryeministrit për Luginën e Preshevës, vërtet ka qenë shumë më dinamike, me vendimet që mirën shumë shpejt, nën tension e presion, por që po besoj që vendimet të mira e që prekin edhe jetën e përditshme, po edhe të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Këtu ka të bëjë masandej me lobimin, avokimin, ka të bëjë me vendimet që ka marrë për mbështetje në buxhetin e Republikës së Kosovës, me mënyrën se si t'i adresojmë ato. Cili ka qenë ndikimi jot më direkt, që kryesisht që lidhen me Luginën e Preshevës ose me jetën e luginasve në Kosovë? E para, një fat i jashtëzakonshëm që kemi për kryeministrin zotin Albin Kurti, një njeri i dëshmuar e madje
aktiviteti i tij është teje dinamik për ta përcjell, përveç që është dinamik, punon shumë, angazhohet shumë, e madje edhe e ndjen pozitën e shqiptarëve të Luginës Preshevës, pozitën e vështirë me të cilët janë duke u ballavaçu. Madje në agjendën e tij të përditshme të takimeve nuk mungon fokusi i veçantë që i jep çështjeve për të cilat do duhej gjetur zgjidhje për Luginën e Preshevës. Kjo pjesa e të pasurit dikatonin në Kosovë është shumë me vend, shumë e shoh me vend. Po sa jemi na e dim që me biznise, me fusha ndryshme të veprimit jena shumë prezent në Kosovë. Po sa jemi të përfaqësuar politikisht ose në sfera tjera tjetës na si Lugina, si Preshevar, si Bujanovac Alisi? E para nuk duhet bërë një dallim, sepse historia e Kosovës edhe historia e Luginës nuk janë dy histori të ndryshme. Madje është një përpjekje përbashkët për shlerimin e Kosovës, për shlerimin e Luginës Preshevës, një përpjekje përbashkët nga një regjim represioni që ka qenë gjatë viteve 90-ta, një kontribut jashtëzakonshëm edhe shqiptarëve të Preshevës, Bjanocit dhe Medvegjës, qoftë në periudhën e rezistencës, qoftë në periudhën e luftës së ushtrisë lindtare të Kosovës, qoftë edhe në shtetbërjen dhe pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu nuk mund të them që nuk ka munguar aktiviteti i qeverisë Republikës Kosovës e posaçërisht as së fundmi. Patur parasysh mënyrën se çish janë trajtuar paraprakisht shqiptarët e Luginës Preshevës dhe mënyrën si trajtohen tash. E kjo dëshmohet vetëm nëse marrim parasysh mbështetjen buxhetore që ka për Luginën e Preshevës, në radhë parë, në radhë ditë mbështetjen diplomatike që i jepet çështjes së Luginës së Preshevës dhe në radhë tretë mënyrën se si do ta lehtësojmë jetën e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në Kosovë e në anën tjetër si të krijojmë mekanizma për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Ka pas tendenca me ndoshta jo me një fjalë me u shfrytzu, po pak me e pas më shumë politike edhe një farë lloj thojza kujdesi për Luginasit nga qeveria më herët ose kjo aktualja, kinë se po bën diçka, po realisht shumë ka pas zona që i ka thonë po na shfrytëzoni ose keni bën dasi ose pse me zgjedh Ragmijën e jo Shkëlzenin ose pse Shuaibin. E para, unë jam një aktivist politik. Kam qenë pjesë e Këshillit për Drejtat e Njerit për një kohë të gjatë, kam qenë pjesë e rrjetit të organizatave shqiptare dhe në shumë organizata e shoqërisë civile. Më pas kam qenë kryetari i Forumit Rinor, PVD-s këtu në Bujanovac, kam qenë këshilltar, madje jam në mandatin e 5 në Kuvendin Komunal të Bujanocit. Pra, si angazhim, si përpjekje, asnjëherë nuk më ka largu nga kauza jonë kombëtare që ka të bëjë me Preshevën, Bjanocin e Medvegjën, për shqiptarët në Preshevë, Bjanoc dhe Medvegjë. Në të kaluarën, po, sepse kur e qesim bilancin, na i shohim se çfarë ka bërë qeveri pas qeverie, kryeministër pas kryeministër, ky ka qenë kryeministri i parë që ka qenë kështu i drejt për drejt, që ka thonë na nuk duhet t'i japim mbështetje morale sa shqiptarët e Luginës e kanë moralin e lartë, se ballavaçohen për çdo ditë me diskriminimin. I duhet përveç asaj mbështetje politike, ekonomike, në këtë rast buxhetore, financiare, edhe mbështetje diplomatike. Tash, si kauz që jemi, ka një moment që do duhej të përfaqësohemi edhe në kuadër të Parlamentit Republikës së Kosovës. Besoj që kjo nuk do të ishte vetëm çështje e simbolikës, prezenca e një aktivisti i cili ka qenë politike aktive publik Luginë të Preshevës, edhe në anën tjetër me arrit në Parlamentin e Republikës së Kosovës, se besoj që kjo e hap edhe një shteg të ri, një shteg i ri që do duhej përveç mbështetjes që e thash paraprakisht, të shkrijë këtë kufirin Lugina, Kosova. Mu pasi tërsi, tërsi politike. Tërsi. Pra, çysh e bëjmë këtë? Këtë e bëjmë me dije, për shembull, nëse financojmë bursa për student, nëse inkurajojmë student për studiu çështjet që kanë bëjnë edhe për Luginën e Preshevës, por gjithandaj. E bëjmë këtë duke i mbështet shoqërinë civile, duke ruajt e kultivu trashëgiminë kulturore,
identitetin kombëtar. Pra, krejt këti angazhim do duhet jetë në synim që ta shkrim këtë kufi në mënyrë që të jemi të barabartë. Pra, kauza e barabartësisë, për të qenë i barabartë në Kosovë, për të qenë i barabartë këtu në Luginë, për të qenë ai që je në vendin tonë. E Kosova, vazhdimisht Prishtina, ka qenë qendër e jonja edhe kulturore, edhe identitare, edhe arsimore, dhe gjithçka tjetër Preshevën, Bjanosin dhe Medvegjën e lidh me Kosovën. Andaj, nuk duhet në asnjë formë që të shohim ndryshe nga kjo që e thash. E përmende ma herët më kujtu Bujanocën edhe ajo aktivizmi jot i degës. Bujanocin. Po, e ç'është qëndron me kryetarin e komunës në Bujanocë, me Arbrin edhe partnerët e tij. Kemi pa do debate tash pra, ajo na vetëm për media apo vërtet i keni marrëdhënie ashtu? Jo, njerëzit mund mendojnë çfarë të dojnë, po ata që më njohin nga afër e dinë që i kom bindje të tilla. Unë i kom fillimisht bindje e më pas i kom edhe pasion për politikën dhe mënyrën se si shtrohen problemet dhe mënyrën se si mund të zgjidhim çështjet për cilët për çdo ditë përballen shqiptarët në Preshevë, Bjanos dhe Medvesh. Ata po punojnë, pse po të pengojnë ty? Po më varet çka që punë. Do të thonë, dikush të dashur të bëjë mirë, të bën keq. E para shqiptarët do duhet jenë shumë më të bashkuar në Luginë të Preshevës. E dyta, që për te çfarë do politike do duhet vendoset rinia shqiptare, për te çfarë do politike duhet vendosen shqiptarët, për te çfarë do politike do duhet vendoset fati joni përbashkët. E ky fati joni përbashkët është kjo situatë, kur për 18 vite nuk njihen diplomat e Kosovës, dhe ti gjithë studentët më të mirë e më të përgatitur e kanë të pamundur të kiqen në tregun e punës dhe në institucionet, ku janë të diskriminuar në mënyrë institucionale dhe të përjashtuar, dhe më pas edhe çështjet kulturore. Çka ka ndodhur me këtë punën e mosnjohjes të sloneve që 3 herë bojnë marrëveshje Prishtina dhe Beogradi, më njoh diplomat, edhe gëzohet një gjeneratë se do të fillojë njohja e diplomave dhe po vazhdon avazi. Po, unë jam një pyetje që s'm njeh diploma. Kam një bachelor juridik dhe sociologji, kam një master për sociologji, po nuk më njihen, nuk më ka njiht, ashtu si çdo shqiptari tjetër që nuk ju ka njoft Luginë të Preshevës. Po, si çështja është adresuar nga Brukseli në marrëveshjen e parë, më pas është adresuar madje edhe në marrëveshjen mes kryeministit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë, kur kanë ndërmjetësuar Donald Trump në Washington, si kujtohet. Dhe më pas gjithashtu është adresuar edhe në marrëveshjen e fundit në Bruksel për kasesht aneksin që është në orë. Përveç kësaj, ekzistojnë edhe disa marrëveshje që janë në nivel rajonal, ajo që quhet procesi i Berlinit apo Western Balkan Country 6, ku gjithashtu është nënshkruar dokumenti me cilën thot njohjen reciproke të diplomave dhe certifikatave profesionale, e përtej saj në procesin e Berlinit janë nënshkruar edhe njohja e licencave përkatësisht të mjekëve, arkitektëve, inxhinierëve kështu me radhë, por që ende nuk ka tek zbatimi. Kjo është një histori e dhimbshme për çdo shqiptar në Luginë të Preshevës, se përderisa ti e përfundon fakultetin me sukses, përderisa ti përgatitesh e merr një drejtim profesional, e ki të pamundshme ta realizosh. Dhe nëse shohim prej një perspektive pak më të lartë, të shet që kjo është politikë diskriminuese e Serbisë, sepse e din që në rast se ai nuk e ka të pamundur të shtrojë aktivitetin për profesionin të cilin është i thirrur, atëherë njerëzit do të lipin perspektivën tjetër ekonomike. E mungesa e kësaj perspektive më pas detyron edhe mi dëbu. Po për bindjen time kjo është një politikë strategjike e Beogradit, me pasivizimin, mosnjohjen e diplomave, nënpërfaqësimin dhe diskriminimin institucional ku shqiptarët nuk janë të prezantuar në institucionet publike, për shembull, gjitha institucionet republikane ose në mënyrë simbolike janë të përfaqësuar ose nuk janë fare. Kryqi i Kuçmbjanoc nuk e ka asnjë shqiptar, 25 punëtor i ka. Domethënë, katastra asnjë shqiptar nuk e ka.
për shembull prokuror nëse e shohim, e kemi vetëm një zavendës prokuror I cili do të pensionohet, por nuk do të kemi prokuror. Së fundmi I pranuar 200 gjyqtarë në krejt Serbinë, një vend ishte në Preshev, 2 venda ishin në Bujanoc. Në Preshev është angazhu një gjykatëse serbe, në Bujanoc është pru një për Iljeskosit për gjykatës dhe një vend ka mbet vakant, dhe nga kjo perspektiv kur t'i shohim, na duhet përgatit përgjigjen. Përgjigja jonë ndaj kësaj është e para të bindim bashkësinë ndërkombëtare, të përfitojmë simpatit për gjendjen e rëndë, e sistematike të një diskriminimi perfekt që ushtron Republika e Serbisë, dhe në anën tjetër gëzon fakti që disa nga aktivitetet e fundit e përfshi dhe ky sot që prezenca e 2 kongresmenëve në Preshev është një arritje shumë e madhe. Po të kemi pa dhe ty të shku në Amerikë, në Bruxelles, qa bojsh një që, shka thojsh një, kush ju prit kjo? Na bënë edhe ata sa kishte pak. Edhe ata Na kthejmë vizitën të masë. vizitën, pa dhe ato për fest. Me sa më kujtohet, ka pas një sër aktivitetet që ju bën në avokimin e çështjes shqiptare të luginës Preshevës në Strasburg, në Bruxelles, në Berlin, dhe gjithandej qendrave të mëdha evropiane. Dhe gjithashtu ka pas një aktivitet jashtëzakonshëm sa I përket edhe në New York, edhe në Washington, Dallas, kështu me radhë, të liderëve politik që kanë prezentuar në këto takime, në këto avokime, dhe nuk mund të them që meritoj një falënderim të jashtëzakonshëm të gjithë ata shqiptarë në Amerikë. Gjino Mulliqi, Faton Bislimi, Këshilli Shqiptaro-Amerikan, Albanians for America, Jim Gjema, dhe shumë të tjerë, e posa që shumë të tjerë që janë angazhu për kauzën tonë. Sigurisht këtu edhe këta shqiptarët e luginës Preshevës që janë për Evropë, e që angazhohen për këtë çështje, ka një komunitet shumë I madh shqiptarë e luginës është në Zvicër, që angazhohet jashtëzakonisht shumë me këto Lugina Zdej që do ta bëjnë, janë duke u angazhu për me sensibilizu bashkinë ndërkombëtare për pozitën e rëndë, e të vështirë, e diskriminuese këtu në luginë të Preshevës. Përveç kësaj, këto vizita madje do të ishin edhe të pamundura në rast se s'do ta kishim mbështetjen e Republikës Kosovës. Pra, pjesa më e madhe tyne ka qenë financuar e mbështetur për lobim në këto vende, pra në njërën anë financiarisht sa I përket çështjeve teknike që janë zgjidh, në anën tjetër edhe një mbështetje diplomatike, përkatësisht logjistike të ambasadave të Republikës së Kosovës që kanë qenë vazhdimisht të angazhuara. Këtu s'mund të them nga Ministri I Punëve të Jashtëm, Kryeministri në veçanti, kanë qenë dhe insistojnë në vazhdimsi që njëra nga fokuset, talking points, to pikat e diskutimeve është edhe çështja e luginës Preshevës. E kemi pa rezolutën e fundit në Kongres, e kemi pa deklaratën e kryetarit shtetit shqiptar në OKB, kemi pa mjaft qëndrimet Parlamentit Evropian, a janë këto si rezultati që atyve sendeve, apo... Unë e di që në luginë të Preshevës shpeshherë pak sarkazëm, me pak ironia, me këto çështjet e bën edhe të vetën, që është normale, në çdo shoqëri demokratike do duhet kishte teshte, ashtu megjithatë situata e luginës Preshevës kërkon seriozitet, kërkon një qasje që është e qëndrueshme, është sistematike, madje programatike për të arritur një sukses. Kur I mbledhim gjitha këto, duke përfshirë raportin e Bashkimit Evropian, duke përmbledh raportin e Këshillit Evropës, më pas ligjin që është 6411 Preshov Valley Discrimination Assessment Act, që e ka bo kongresmeni Keith Seth, e kaloi në nën komitetin e Kongresit dhe më pas në komitetin për politikat jashtme, janë arritje shumë mëdha. E madje së fundmi ka dalë edhe një raport që është I komitetit për eliminimin e racizmit në kuadër të Kombeve të Bashkuara, ku në mënyrë specifike I adreson çështjet me të cilët ne po përballemi, e madje nënvizon aplikimin e politikave diskriminuese të Serbisë ndaj komunitetit shqiptar. Pra, dikush do të thonë po këto janë gjitha dokumentet, nuk kemi diçka. Por atë ka shtë mendu, na zakonisht si komunitet
edhe me shkru nuk shkruj, nuk i dokumentojmë atë xhanat e tona. Vëdet se një i ri i Luginës, çfarë rëndësie ka vetë këtë dokumentim kur prap na po diskriminon. Po. Cila është rëndësia e këtyre dokumenteve, se kesh dhe ta po çata këtë vazhdu, po vetë se është ndryna me mendimin që po. E para duhet kuptu që shqiptarët e Luginës dhe Serbia kanë një marrëveshje që ne e quajmë marrëveshja konsulit. Këtu ka ndodhur luftë ku shqiptarët janë përpjek për çlirim, janë përpjek që shqiptarët jenë të barabartë e që kanë pranuar që në proces demokratik të realizohen këto. Garancë e asaj marrëveshje është bashkia ndërkombëtare. Dhe na nuk guxojmë në asnjë formë që bashkinë ndërkombëtare ta lirojmë nga obligimet që ka marrë për të garantuar marrëveshjen e konsulit. Më pas e kem marrëveshjen e vitit 2009, që është ristrukturimi i trupit koordinues dhe riafirmimi i parimeve të marrëveshjes 2001, më pas e kemi planin 7 pikë që është i vitit 2013, dhe posa isha unë kryetari i Këshillit, fillova një proces që ka të bëjë me krijimin e planit zbatimit për planin 7 pikë, i cili është bërë nga ekspertë e Këshillit Evropës, ku është mapuar koha, përkatësisht përcaktuar afatet dhe mënyra e integrimit shqiptarëve në për institucionet publike, rajonale dhe republikane që funksionojnë në kuadër të Preshevës, Bjanonës dhe Medvegjës, dhe krejt në fund vjen një ministër si Demo Berisha që është në kuadër të Ministrisë për Drejtat e Njerit dhe Pakicave dhe Dialog Social, i cili bashkë me këtë drejtorin, aushtruesin e detyrës së drejtorit shërbimit trupit koordinues, e mohojnë këtë procesin. E mohojnë këtë proces. Dhe thojnë kështu. Thojnë, si marrëveshje është kry, ka pas lëvizje, ka pas investime caktume, dhe krahas kësaj nuk ka më probleme që kanë qenë të natyrës së vitit 2001, probleme të natyrës së sigurisë. Ai ka taku këtë me bëu adversim? Jo, absolutisht, madje ja ka kërkuar dikush ndoshta. Jo, absolutisht. Absolutisht as nuk e kanë për detyrë, as nuk e kanë për ngarkesë detyrës për me bë këtë, e kanë për detyrë me zbatu planin e zbatimit për planin 7 pikësh. Por në mënyrë që mos ta zbatojnë, atëherë çfarë ndodh? E mohojnë madje ekzistencën e tij. Dhe kjo çka nuk kupton në jetën reale. Kjo nuk kupton diplomat më njoft. Kjo nuk kupton që një njeri që ka kryer një fakultet ka një profesion caktuar me koni barabartë në gjitha konkurset që mund të jenë të hapura. Kjo nuk kupton që Serbia do duhet të respektojë normën kushtetuese të vetën, e cila thotë që punësimi në për institucionet publike do duhet të pasqyroj përbërjen etnike të atij rajoni, asaj komune e kështu me radhë, dhe kjo nuk kupton që përfundimisht shqiptarët e Luginës së Preshevës të trajtohen nga prizmi i barazisë dhe jo nga prizmi i armiqësisë. Sot edhe më tej, Serbia na shef si armiq. Sot edhe më tej na shef përmes syzave të armiqësisë. E këtë ne nuk mund ta relativizojmë duke thënë se hajde se jetojmë këtë bashkë. Këtu është këtë në rregull, nuk është në rregull. Kur ti të mohohet e drejta me ndu flamurin tënd, që është identiteti jot, kur ti të mohohet e drejta me folmë që unë shqipe, kur ti të mohohet një mori të tjera, drejtash të tjera, atëherë nuk mbetet tjetër përveç aktivizmit, përpjekjes, angazhimit, qoftë shoqëri civile, qoftë në politik, për të realizuar ato. Kjo vendosja e flamurit kombëtar apo bëhet si simbolik e përfaqësuesve të Luginës, apo është vërtet vetëm me kënaq publikun për do foto dhe çu shpeshet ti se edhe te keni provojë të këtij lloji me do dënima ata ashtu e Unë kam qenë 5 herë i dënuar, nuk më vjen keq që më i dënuar secilën herë për çdo dënim e kom vujt ashtu që është përcaktuar dënimi. Sado që doket dikujt i vogël e dikujt i madh, po konsistenca që me ditën e flamurit na kena me vendos flamurin, pavarësisht çka tregon për rezistencën tonë që nuk lejojmë me na mohu dikush ata. Çka nuk kupton kjo? Unë e njoh Ahmet Alishanin është 8 herë i dënuar.
është një njeri krijetari i Basisë Lokale në Tërnavc. Po. 8 herë radha u shtenu dhe prapë vendos. Pra, kjo tregon për te asaj që mendohet që është simbolik, për te asaj që mendohet që her pas here vetëm një ditë vendoset. Ashtu që thash në fillim, të drejtat e lirit fitohen, nuk dhurohen, nuk na japin. E kjo formë e angazhimit, unë besoj që është formë e dur, madje duhet të radikalizuar në këtë kuptim, dhe në anën tjetër, gjithashtu, me rujt historinë tonë, trashëgiminë tonë kulturore, ka trashëgimi kulturore të shqiptarëve të jashtëzakonshme, ende e pazbuluar, e pastudiuar mirë. Andaj, bile kemi marrë një fond për Prishtinës frik për muzeja diçka. po, për këtë trashëgimi diçka, sigurisht. E para që këtu ka një trashëgimi shqiptare të jashtëzakonshme, përfshin nga kohët e lashta madje. Për shembull, në rast se folëm për nga shekulli i dytë i erës sonë, që është një kuri epitaf. Po, kemi dëshmi. Epitaf në Tërnoç që është shet ku motra ja dedikon vllaut, Rufaira shkruan për Ulpi Klementes, ke qenë ku jam, do t'jem ku je. Kjo nuk kupton që edhe atëherë bindjet me të përtejmen kanë qenë prezente, po megjithatë jo vetëm kjo. Nëse e shohim pjesëmarrjen në lidhjen e Prizrenit me Preshevë, nëse e shohim, pra lugina e Preshevës ka qenë e pandashme nga historia shqiptare, ka qenë e pandashme nga historia e Republikës Kosovës, ka qenë aty sa herë që ka pas zhvillime për të cilat kanë përcaktuar fatin tonë përbashkët. Pavarësisht kësaj, së fundmi po, Serbia po tenton në të çdo mënyrë. Dhe kjo është ndoshta edhe përgjigja pse po tenton me ndal fundin e Kosovës, sepse ka efekt. Ka efekt në diplomaci, ka efekt në shoqërinë civile, e cila do të ishte edhe më reaguese, edhe më kritikuese në raport me zhvillimet që po na ndodhin, në raport me diskriminimin që po na ndodh, ka efekt në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, ka efekt në ruajtjen e identitetit tonë kulturor e kombëtar. Një informacion e kemi që na kanë thonë se diçka dokumentacionet për Kosovës kanë qenë rregull për atë fond. Jo, e para unë kam qenë vazhdimisht involvuar drejt për drejt. Le të themi sa isha këshilltar i Zavendës kryeministit, madje kam qenë disa herë edhe në Bruksel gjatë procesit të dialogut Kosovë-Serbi, ku me ngulm Zavendës kryeministri dhe kryeministri kanë insistuar që çështja e luginës të jetë çështje e tavolinës Brukselit, që çështja e luginës të diskutohet në raportin e të drejtave që akordohen për komunitetin serb, të jenë edhe për komunitetin shqiptar. Pra nuk ka asnjë arsye që Serbia në njërin anë kërkoj diçka për komunitetin serb dhe në anën tjetër të mohoj madje edhe të drejtat më fundamentale të shqiptarëve në luginë të Preshevës. Pra është përpjekur që të vendoset simetria në këtë diskutim, pavarësisht reagimeve të ashpra e refuzuese të delegacionit serb. Po ajo që më gëzon fakti që në këtë drejtim është punuar shumë në mënyrë sistematike, e krahas kësaj më pas janë edhe këto efektet e fundit që për refuzon Serbia për t'i marrë Këshilli Kombëtar Shqiptar e përmes Këshillit Kombëtar Shqiptar të operacionalizohen këtu në Preshevë janë 19 vjeç. Beogradi zyrtar dërgon me miliona herë fonde në Kosovë, kryesisht për serbët në veri. A nuk është reciprociteti në këtë rast që shkojnë ato në Kosovë, pse s'u vinë të Kosovës këtu? Ose me çfarë metode, me çfarë arsëtimi shkojnë, pse mos marrë të njëjtën këtu? E para në refuzimin e parë që ka qenë diku në 10 orë, përkatësisht janarit në vitit kalum, kam pas janarit këtij viti, 2026, nuk ka pas kurfar arsjetimi, ka qenë që nuk je pas arsye juridike as financiare pse i këta. Kjo refuzimi që ke për librat shkollor? Po. Edhe dyta për programet dhe projektet të cilat Këshilli Kombëtar ka hap thirrjet publike, ka hap konkurset, me të cilat përmes komisioneve ka përzgjedh projektet të cilët kanë konsideruar që janë të rëndësishme më realizu. Delegacioni serb është duke mendon që e mashtron bashkinë ndërkombëtare duke ofruar të pavërteta në raport me këtë.
madje duke thonë se me këto po mundohet pak a shumë të orientohen aty ku nuk duhet të orientohen sipas delegacionit serb, megjithatë të gjitha dëshmitë dhe të gjitha transferet e mëhershme nuk kanë qenë ndryshe nga këto të fundit, sepse përfundimisht 3650 nxënësve që kanë marrë 45447 tekste mësimore do të paguhen nga qeveria e Republikës së Kosovës, ashtu siç ka ndodhur viteve paraprake, ku atëherë kur kem filluar në vitin 2022, nëse më kujtohet mirë, kanë qenë 4010 nxënës, të cilëve ju është finansuar tekstet mësimore që të marrin ato që kanë qenë të aprovuara, dhe ne do të insistojmë edhe më tej që përfundimisht secili nxënës të ketë të qasshme ato tekste, sepse konsiderojmë se është e rëndësishme edukimi i nxënësve, fëmijëve shqiptarë në Luginë të Preshevës me libra adekuat. Po ndodh bllokada, nuk po vinë fondet. Edhe absurditeti po qëndron të pjesat që vjet po kanë mujtë marrë ato fonde për gjithë në arsye, këtë vet ju. Për shkak se kem një ministër që pretendon që është shqiptar, për shkak se Serbia mundohet që çështjen e shqiptarëve të Luginës ta adresoj duke thënë që ja që qeveria serbe ka vendosur një ministër shqiptar e ta relativizoj çështjen e Luginës së Preshevës, për shkak se ai konsideron që shqiptarët e Luginës së Preshevës duhet të jesh. Të do me thonë këtë probleme po orienton të një njeri? Unë nuk po orientoj të një njeri, po një njeri i cili simbolizon politikën e Aleksandar Vučićit në Luginë të Preshevës. Pra, një njeri i cili mirret me ekzekutimin e politikave të Partisë Përparimtare Serbe, të presidentit Vučić, e që është politikë perfide, represive ndaj shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Ndryshe ajo është një tantakule e Aleksandar Vučićit, pa ajo është partita tina dhe është ministër edhe krejt është zgjidhja e tine. Është një ministër i qeverisë serbe edhe është zgjidhja e tine. Po. Edhe nëse është diçka ligjore, në këtë rast kemi shka... Asgjë s'ka jo ligjore. Ashtu që tha më herët, pra si ka mundësi, domethënë 2-3 vite radhazi me u financu tekste mësimore për nxënësit e shkollave fillore dhe tash mos mu financu. Pse deri tash kanë leju, e masandej s'kan leju. Megjithatë në korin diplomatik ka edhe çështje që diskutohen e që janë jashtë protokollare, sepse thuhet që kanë krijuar një komision jo formal mes Ministrisë Tretë dhe Njerit dhe Pakicave, Ministrisë Financave, Presidencës së Serbisë dhe Guvernatorit së Republikës së Serbisë, e të cilët e bëjnë vlerësimin e mjeteve që do duhet të shkonin si donacion këtë rast edhe Këshillit Kombëtar, që është komplet jashtë ligjore. Është komplet jashtë çdo logjike të mundshme për ta pamundsu zhvillimin dhe avancimin e një komuniteti siç janë shqiptarët në Preshevë mbi 19 vjeç. Dhe unë po besoj që ata këtu e kanë. A nuk mund me përdor formën e njëjtë që dërgon Serbia në Kosovë? E para se hape për çdo këtë temë, reciprociteti. Qeveria e Republikës së Kosovës i ka ndalë bankat e Serbisë në Kosovë. Qeveria e Republikës së Kosovës e ka ndalë postën e Serbisë atje. Qeveria e Republikës së Kosovës e ka ndalë dinarin. Qeveria e Republikës së Kosovës i ka ndalë targat, të cilët kanë qenë me emra të së kaluarës në Kosovë. Qeveria e Republikës së Kosovës ka vendosur reciprocitet sa i përket edhe targave, edhe patentave, edhe letërnjoftimeve e kështu me radhë. Pra, i ka paraprit një proces. Tash është në proces të integrimit të institucioneve shkollore dhe atyre shëndetësore, dhe unë po besoj që nuk ka zgjidhje tjetër të atyre, përveç se me qenë qytetar të Republikës së Kosovës, ashtu që parashek Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet e Kosovës. E tash. E drejt e Serbisë sigurisht është të mbështesë Serbë në Kosovë. Po e drejt e Serbisë nuk është t'ja mohoj mbështetjen shqiptarëve të Luginës së Preshevës nga Kosova. E qartë. Çka ka qenë ky ligji për shtetësinë, lehtësimet e shtetësisë dhe të benefitet shëndetësore, pastaj pronësore në Kosovë? Po, e para që thash veprojmë difusha kur është çështja e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Një komunitet i Luginës së Preshevës që jeton, punon, studion, është pjesë e jetës publike, institucionale e të Republikës Kosovës,
e cila ballafaqohet me probleme edhe atje, dhe në anën tjetër komuniteti shqiptar, shqiptarët në Preshevë janë 19 vjeç që jetojnë këtu. Dhe në këtë drejtim sigurisht në çdo vendim të qeverisë merret parasysh, balansohet e shifet se në njërin anë si ti mbrojmë, e ruajmë, e krijojmë mekanizma për shqiptarët e luginit Preshevës dhe në anën tjetër se si të bëhen të barabartë në Kosovë. Këtë rast nëse marrim, unë ty kur jem kund studenta, kem pagu semestra, kem pagu provime, pak ma ekstra bile. E herë s'na jepshin drejtën me pas llogari bankare kështu, pra shkollimi falas për qytetarët e Kosovës është falas edhe për shqiptarët e luginës së Preshevës. Domethënë barazi. Po, barazi. Bursa për qytetarët e Republikës së Kosovës, bursa për qytetarët e shqiptarët të luginës së Preshevës. Trajtimi i barabartë në institucionet e mbrojtjes shëndetësore, gjithashtu çdo pacient që shkon nga lugina e Preshevës do të trajtohet i barabartë në gjitha institucionet e mbrojtjes shëndetësore dhe në anën tjetër sigurisht përpjekja për të kriju këto institucione që janë mbase të nevojshme. Këtë rast, nëse marrim mbrojtjen shëndetësore, vit për viti, Qeveria e Republikës së Kosovës krijon kuota të veçanta të specializimit në Kosovë për shqiptarët e luginës së Preshevës. Pra një numër, së fundmi kemi subvencionu diku 30 kuota. Po ndoshta deri tash kanë bërë 100% krejt këta, Para kanë qenë 55 kuota. Së fundmi ministri Arben Vitia, ministri i Shëndetësisë ka marrë vendim me i barazu. Pra mi bëhet barabart ashtu siç janë të mbështetur specializantë e Kosovës, po të njëjtën me pas edhe kanë tashmë edhe shqiptarët e luginës së Preshevës. Sa i kushton qeverisë me mbështet specializantët e luginës? Në llogaritë tona kanë qenë diku që nga procesi i fillimit e deri të mbarimit po trajtohen si të huaj, atëherë do të ishte diku 175.000 euro për një specializant. Megjithatë, krejt ideja krijimit një kuadri shëndetësor për mbrojtjen shëndetësore të shqiptarëve në luginën e Preshevës është t'i parapri mundësisë që Presheve, Bjanoce, Medveç ketë një spital. Një spitalit ku do të merrshin mbrojtje shëndetësore shqiptarët e luginës së Preshevës. Se siç e dini, spitali rajonal i rrethit Pshinjës, që është në Vraj, ka diku mbi 1200 punëtor, po aty punojnë vetëm 2 shqiptarë tashmë. Pra një pjesë e madhe e shqiptarëve që përbëjnë diku mbi 30% të rrethit Pshinjës, e që kjo çon me mendu që janë mbi 30% të pacientëve që trajtohen në atë institucion, trajtohen të diskriminuar. Rejti ka qenë 89% në Kosovë me 0.5% Serbi. Do me thonë një disproporcion i jashtëzakonshëm. Andaj edhe qeveria e Kosovës ka ndërmarrë masa reciprocitetin këtë drejtim. E tash unë garoj në 116 listën fituese të lëvizjeve të vendosje. Jam i vetmi që jam nga lugina e Preshevës, e që kam pas një aktivitet publik, politik në luginë të Preshevës, e që jam në një listë në Republikën e Kosovës, më duket ka edhe në një listë tjetër që vinë për luginës Preshevës. Megjithatë nuk ka qenë ky synimi, nuk është a ka trup votuese të luginës në Kosovë për me marrë votët e luginës, nuk ka qenë këto motivet. Nëse shohim në lëvizjen vetëvendosje, vazhdimisht ka pas kandidat që vinë nga lugina e Preshevës. Duke përfshi një prej më të mirëve, Libur Naliu, e më pas ka pas edhe kandidat shumë tjerë që vinë nga lugina e që kanë qenë për lista. Sadikun, pastaj Ziu Shameti. Ziu, e shumë. Do me thonë, nuk ka qenë, s'po di që me thonë, motiv nuk ka qenë trupa votuese. Motiv është të përfaqësohet edhe lugina e Preshevës në institucionin më të lartë të Republikës Kosovës, që është Kuvendi, jo vetëm në kuptimin simbolik, sigurisht edhe simbolik, po edhe në kuptimin përmbajtësor për të trajtuar temat me të cilat përballen shqiptarët e luginës së Preshevës. Pra,
kjo motivi vije nga qasja kombëtare e kryeministit Kurti, i cili ma ka bë ofertën për të qenë pjesë e kësaj liste, dhe unë me shumë krenari e besim e kum pranu që t'jem këtë listë, për shkak se mendoj politikat të cilët ka aplikuar qeveria Kurti 1, Kurti 2, Kurti 3, tash Kurti 4, janë politikat e dura dhe jam i bindur që po të vazhdojmë në këtë drejtim, unë jam i bindur që edhe çështja e Luginës Preshevës do të përmirësohet. Nëse nismi ka ky parim edhe të urojmë ta fitosh mandatin edhe të kemi përfaqësues në kuvend, do me thonë Ragmi Mustafi është deputet në Prishtinë, i bie që Shaib Kamberi mbetet deputet në Beograd, a i bie kjo që Ardita Sinani me që në Shkup me bo deputete edhe Enkili Regjepin me që në Tiranë. Këtë nuk e pas në mendu, po me gjithatë si ide, qëra, unë i këso... Nëse del që kjo iniciative të zenit. Nuk e kom mendu kështu, nuk e pas në mendu, po me gjithatë, këtë kjerë shqiptarët Luginës Preshevës, unë i përshëndes edhe i uroj sukses. Sa ma shumë institucionet që janë të përfshim shqiptarët e Luginës së Preshevës, aq ma tepër kauza e Luginës Preshevës sensibilizohet, e diskutohet, e madje ka mundësi shumë më të mëdha për të bërë presionin e nevojshëm në mënyrë që bashkësia ndërkombëtare mos largohet nga obligimet e marra që nga viti 2001. Pra, nuk e ku mendu kështu, megjithatë unë mendova që më bën atë pyetje në ABD, a do ta zgjidhni presidentin? Ajo i thash sigurisht që do të zgjidhet se ai pa u zgjidhur nuk bëhet president. Ne mund ta bëjmë një propozim edhe na prej këtu. Shqiptarët nuk janë të ngurtë sa i përket propozimeve kështu janë. Po mendoj që edhe Presheva kish pas dëni emën. Edhe ka pas më herët. Edhe ka pas edhe ka. Qëre për binjën time, për shembull, unë admiroj punën e Shaib Kamberit, admiroj kurajon, guximin, angazhimin që e bën në parlamentin e Serbisë, se vërtet një me që jenë aty i 250-ve që janë sërb në anën tjetër nuk është e lehtë. Admiroj edhe punën e Arditës së Kjelit, sigurisht. Ja shohim kur shkojmë Tiranë ose në Shkup. Nuk do ta kundërshtoja një propozim të tillë, po megjithatë kush po mbetet këtu atëherë me bu aktivitet, apo na lishoni radhën neve qerve. E rekomendosh shtetë civile. Çdo kohë i ka herojt e vet. Çdo kohë i ka gjithë ata njerëz që përpjeken dhe as me mua nuk fillon historia e as nuk mbaron. Unë vetëm jam njëri nga ata aktivist që shoh si rrjedhoi nga para luftës ditë botërore e deri kur të arrihet realizimi i aspiratave tona të përbashkëta. Pra, synim nuk besoj që ka dikush tjetër në këtë drejtim. Nuk është çështje politikaneste, nuk është çështje e debatit ose kundërshtisë ose konformizmit, po është çështje esenciale e drejtës tonë kombëtare. E drejta jonë kombëtare është aspirata jonë e përbashkët, madje e vullosur me referendumin e 90 ditës sa i përket shqiptarëve në Preshevë janë 19 vjeç. Po du me ndërlihet të kjo pjesa e kandidimit tënd për deputet në parlamentin e Kosovës. Po mendoj që një pjesë e preshevarëve i kishin pas këtë pyetje. A ka, nëse Raga për menaxhon, përfiton votat edhe po është deputet, Raga a ka më kuha në Preshevë që u njoft Raga i PVD-s, Ragmia i PVD-s, apo ka më kuha një Ragmi tjetër atje se këtu e ke pas një farë përfaqësimi prej PVD-s. Do të thonë e dim që gjithë që vjen prej PVD-s. Partisë Demokratike kujtojnë që TVSH-ja është. PDV-ja, përzimi shumë ato. Po kjo pjesa çka kime përfaqësu ti në parlament? Këtë di më mirë shkëlqeni. Cili po na kallzoni të? Jo, më mirë mysafiri mund me fol se shefe është. Unë nuk largoj. Te Raga nuk kemi dyshim, po nuk i dihet. Jo. Unë uroj që këtë jetë një shteg i ri edhe politik madje. Atë që e thash fillim që kufinin mes Kosovës
dhe Luginës duhet ta shkrim me dije, me angazhim, me studim, me krijim të kuadrit të ri, me ngritje të çështjes tonë, Luginës Preshevës, ngritjes sensibilizimit ndërkombëtar kështu me radhë. Unë ai që kom fillu diku 2003-2004 angazhimin tem që shkoll mesme si organizator i unionit të gjimnazistëve, pa të më kështu, që atëherë deri më sot nuk kom ndryshu, nuk i kom njetë me ndryshu, sepse kjo është çka jam unë. Unë kom gjetë rrugë se çish mu angazhu. Qoftë përpara përmes angazhimit rinor, qoftë përmes angazhimit politik në PVD, qoftë përmes angazhimit tim si këshilltari Zavendës kryeministit, qoftë angazhimit tim si këshilltari kryeministit për Preshevë Bjanaz Medveç, qoftë edhe tash si kandidat për deputet. Pra, nuk kjo është ADN-ja ime. Do të thonë, unë nuk mundem me qenë rahat, nuk mundem me qenë i qetë, përderisa Lugina Preshevës është në këtë gjendje. Nuk mundem me nejt indiferent përderisa vëllezërit e mi jetojnë që jetojnë e që diskriminohen për çdo ditë. Përderisa motrat e tona trajtohen në këtë mënyrë. Përderisa gjithë ata që kanë një diplomë e nuk i njihet ajo diplomë. Përderisa nuk i shoh përmes prizmit të barabarësisë e përderisa nuk i shoh që shqiptarët e Luginës e arrin aspiratat e tyre. Tash dikush i mund të thotë që po nuk bëhet, apo nuk realizohen aspiratat e shqiptarëve të Luginës Preshevës të deklaruara në referendumin e 90 ditës. Unë nuk e besoj. Do të thonë nuk e besoj këtë fjali. Unë besoj që realizohet. Ndoshta nuk do të ishte realizuar në jetën tonë, gjatë jetës sonë, po mos harrojmë. Ajo aspirat nuk është aspirat deklarative politike, po është aspirat politike kombëtare, është aspirat e atyre që kanë vepru para luftës parë botërore, gjatë luftës parë botërore, para luftës ditë botërore, gjatë luftës ditë botërore, kohën e Titës, e Rankovicit, kohën e tjetër të Miloševićit e gjithë këtyre. Do me thonë, kjo aspirat nuk ka me vdek, sepse kjo ka me qenë edhe ëndra fëmijëve të mi, e gjeneratave, brezave që vinë. E na nuk guxojmë në asnjë formë me këtë aspirat me bë kompromis. Andaj edhe angazhimi kur e përmendë për kuvendin komunal në Bjanovc, unë jam i pa kompromist kur vije puna të aspirata e shqiptarëve të Luginës Preshevës, kur vije puna të tekstet mësimore, identiteti jon kombëtar, flamuri e kështu me radhë. Jam i pa kompromist, sepse e ndjej që historia nuk na jep të drejtë për me gabu e me bo kompromis me to. Qysh po e sheh ndikimin ose afirmitetin ose shtrirjen terren të diplomacisë shqiptare, shtetet shqiptar, zyrtar ti për Prishtinës në Lugin, edhe atë prezencën tonë sa po je këtu, po edhe mbështetjen që ka fillu me u dok prezenca e Tiranës ma shpesh në Lugin, do shta jo direkt, po indirekt përmes ambasadës e përmes elementve tjerë. Atë më duket pak harrova që ta them më herët, po megjithatë ka një zgjem sa i përket edhe në Tiranë në raport me Luginën, po nuk është i mjaftueshëm. Është shumë teknik. Është shumë cilësim teknik. Nëse shohim fjalimin e kryeministit Rama të mbajtur në Preshevë, do të shmenda burr. Do të thonë, njëri nga fjalimet që vërtet e thot atë që ne ndjejmë këtu. Megjithatë, nga ajo që ka deklaruar atëherë, e kjo që ka është punu deri tash, nuk korrespondon komplet. Po, ka një angazhim diplomatik, që i falimderojmë për këtë angazhim, do duhet jetë edhe më i shtuar e më intensiv, do duhet jetë më shumë i bashkëorganizuar, nuk ka asnjë arsye që Tirana mos ndaj mjete, po aq në nivelin në të cilin ndan edhe Republika e Kosovës. Nuk ka asnjë arsye të frikoj një fondit përbashkët. Nuk ka asnjë arsye të frikoj për ngritjen
e çështjes së bllokimit të fondeve të Republikës Kosovës për shqiptarën Lugin të Preshevës. Nuk ka asnjë arsye. Andaj, ndoshta kanë qetërqasje, punën e bojnë, po kanë qetërqasje. Çka nuk kupton një qetërqasje? Domethënë, unë jam i gatshëm i diskutu politikat sociale, jam i gatshëm politikat arsimore, jam i gatshëm i diskutu edhe politikat diplomatike madje. Po çështja e Luginës së Preshevës është çështje kombëtare. Unë nuk jam i gatshëm me bo kompromis me ta. Nuk jam i gatshëm e nuk do duhet jemi gatshëm, e nuk do duhet as ju të jeni të gatshëm me bo kompromis me ta. Nëse shqiptarët e bëjmë Luginë Preshevës, a janë duke i gëzuar të drejtat të cilat akordohen me konventa ndërkombëtare? Jo. Atëherë çfarë duhet bërë? Pra, duhet një angazhim i sinkronizuar, i bashkëkoordinuar, jo me mbështetje her pas her morale, po me mbështetje reale, me mbështetje financiare, me mbështetje diplomatike të vije në shërbim të shqiptarëve në Luginë Preshevës. Sfunde kanë potencu hapjen e konsulatës Lugin, një kërkesë e kahmëqme, po mirë që po i diskutohet çështja. E thash me dëshok të diskutu kështu, thash Serbia ka një qasje shumë interesante politike. Madje nëse deshifrojmë këtë, do të ishte shumë më mirë edhe në raport me Shqipërinë edhe në raport me Kosovën. Serbia ka një farloj qasje që të fut në proces, e masandaj ta prolongon aq gjatë, sa ti përhumbesh në teknikalitete, sa ajo çështje kthehet në çështje burokratike, se sa praktike. Konsulatën, sa ishe unë kryetari i Këshillit, e kemi pas një numër kërkesash për të cilat i kena pas vendosur si strategjike. Njënja prej temave ka qenë jashtëmendsh, që Shqipënia nuk e ka një konsulat spaku kulturore për shqiptarët e Luginës Preshevës. Pra, nëse na jemi shqiptar, domethënë pjesë e pandashme e kombit shqiptar, ato do duhet parë çështjen e Luginës Preshevës kuadër kësaj identitetit kulturor e kombëtar. Megjithatë, edhe sa ishte Gencakaj atëherë ministrë dhe të tjerë, Serbia i ka thonë që po, atë ja lojmë, po s'ka ndodhur. E unë jam i prirur me besu vetëm kur ta shoh. Nuk jam i prirur me besu me i fut në proces. Kur e përmende profën, më kujtu tash diçka për kështu direkt për ty. Po të bje ko mu marrë me doktoratën? Po, unë një fatimadh atëherë e regjistrova doktoratën, tash jam në punim e sipër të temës. E ki përzjell temën? Po, kam një mentor të mrekullueshëm, Julian Bejko, që ka të bëj me drejtëhijet identitare Lugina Preshevës pas vitit 2001, një vështrim sociopolitik. Pra, të shef që edhe temat e doktoratës e magjistraturës unë i kum pas për Luginën e Preshevës. I lidhën të edhe i ftoj gjithë ata që studiojnë, që të merren me temat e Luginës Preshevës. Ka shumë këtë për të studiuar, ka shumë për të hulumtuar. Madje her pas her habitem sa pak e dim edhe historinë e luftës dytë botërore madje. Sa pak e dim rrymat politike të asaj kohe të ndeshjes, të ballistave, të partizanëve, cilë ka qenë pingje, mënyrës se që kanë rezonu, kanë pa, për shembull, fakti që në luftën e dytë botërore, Preshev, Bjanoz dhe Medveç ka pas Sërb sa ka pas Bullgar, tregon shumë. Shumë tregon. Ti e shef nga ajo perspektivë se si u kolonizu Lugina Preshevës, se si është projektu më pas krejt kjo është në ka ndonë neve. E në anën tjetër ta jep një perspektivë për të ringrit e rizgju edhe angazhimin për mbrojtjen e identitetit kulturore kombëtar. Ata me bisedu për këto tema me kryeministrin Kurti. Edhe ka një huria, se thonë shumë është i lezetshëm. Kjo është e vërtet, ai absorbon shumë, është shumë dinamik, politika praktike, madje ka një qasje jashtëzakonisht strategjike sa i përket çështjeve në përgjithësi në veçanti sa i përket edhe Luginës Preshevës, në asnjë formë ka refuzuar që të përdor mjetet që dikush i donte t'i përdorte.
por që ka konsideruar që një proces edhe pak të demokratizimit brendshëm të luginës Preshevës, edhe pak duke u mbështet në të kaluarën tonë të rezistencës paqësore, e rezistencës armatosur, që shqiptarët e luginës së Preshevës të ketë një vizion pak ma tjetër nga ai që e kanë tash. Është shumë ma dinamike se që këm pas luginë Preshevës aktivitetin, vendimarrjen, ma ka ndryshu komplet perspektivën se si mundemi me pa dhe si mundemi me u angazhu për çështjen e luginës së Preshevës. Është shumë ma dinamik e madje më praktik në kuptimin edhe ndjeshmërisë për luginën e Preshevës, po edhe në anën tjetër të vendimeve që duhet ndërmarrë. Pra, kryeministri është i pa kompromis për luginën e Preshevës dhe kjo më gëzon fakti shumë. Është jashtëzakonisht i angazhuar për shkak se është parimor. Pra, kur vendos parime drejta, është shumë e natyrshme më pastaj të vinë edhe vendimet, sepse nga perspektiva tyna ai e sheh si pjesë të natyrshme shqiptarët e luginës së Preshevës që studiojnë, veprojnë, punojnë, angazhohen në Republikën e Kosovës e njëkohësisht gjithashtu edhe ata që janë në Preshevë, Bjanoz dhe Medveç, madje ndjeshmërinë ka shumë më të madhe për ata që rezistojnë këtu, sepse konsideron që është e rëndësishme mos me shkaktu një proces i cili do të kishte pasojat pa rikuperueshme për shqiptarët e luginës Preshevës këtu, andaj edhe çështja e simetrisë, e reciprocitetit ka qenë politikë e vazhdueshme e kryeministrit në raport me shqiptarët e luginës së Preshevës. Megjithatë, Kosova edhe në kalumën, po sidomos tash, posaçërisht tash me kryeministrin Kurti ka pas një qasje komplet tjetër. Një qasje që ka qenë diplomatike, në njërën anë, në anën tjetër, një qasje të mbështetjes konkrete, duke nda fond konkret për programet e Këshillit Kombëtar Shqiptar, për ato që konsideron që janë të rëndësishme për shqiptarën Preshevë, Bjanoz dhe Medveç. Pra, gjithë ky angazhim, e thashë më herët, i avokimit, lobimit, do të ishte ndoshta edhe i pamundur pa mbështetjen e qeverisë Kosovës. Në anën tjetër, po tentohet që të krijohen mekanizma në luginë Preshevës që janë reagues ndaj diskriminimit, ndaj shtypjes. Pra, krijohet një shoqëri e cila reagon pa pritesë, pa u mendu dy herë, kur shtypen apo shkeljen të drejtat edhe më elementare që ndodhin. Është e pakuptim, për shembull, nëse llogarisëm që policia me këtë trend si shkojnë pensionimit tyne, na me u kthi në policinë e viteve 90-ta. Do të thoshë pa kuptim. Ta ka hek gjykatën në Preshevë edhe me konsideru krejt normale. Do të thonë kjo situatë nuk është normale. Ose nuk di, ka një mori çështjes, do të thonë ti mos me mujt më bëhet drejtori në ndërmarrje publike shtetërore, siç është stacioni e Kurudhave ose putarinat këto që thojmë, pejtollat, ose Kriçi Kuç, ose Baja Bjanovcit, ose thonë, Baja Bjanovcit nuk ka asnjë shqiptar që punon. Asnjë shqiptar, ajo është institucion shëndetësor, pjesërisht shëndetësor. Rehabilitues. Momentin që e kemi Ragmi Mustafin brenda Kuvendit Republikës Kosovës si deputet. Çka kish me ndiku për me përmirësu ma shumë, ose çka kish me mri, na nuk po të gjithsesi edhe për qytetarët e Kosovës, po për neve ma konkretisht. E para që është hap një shteg i ri edhe për shqiptarët e luginës së Preshevës, se është e mundshme me qenë deputet në Republikën e Kosovës. Do të thonë, deri tash nuk e kanë asnjë rast. Nëse do të arrijë kësaj radhe, do të ishte rasti i parë e unë po shpresoj që kjo do të hapte këtë shteg. Do të hapte këtë shteg në raport me jetën publike, politike, në luginë të Preshevës dhe Republikën e Kosovës. Në anën tjetër do të shkrije edhe ky kufini fizik
gradualisht në raport me politikën, do me thonë, se ti mund t'i merresh me një jetë publike, politike në Luginë të Preshevës, po njëkohësisht të synosh t'i jesh edhe pjesë e institucionit më të lartë të Republikës së Kosovës. E treta, që çështja e Luginës së Preshevës do të ishte temë substancialisht në përmbajtje dhe jo vetëm simbolike në kuadër të Parlamentit të Republikës së Kosovës, dhe këtu më duhet jem komplet i sinqert me ju. Së fundmi, gjitha partitë politike kanë votu rezolutën për Luginën e Preshevës, e cila ishte prezantuar në fund të këtij mandati shkurt të Parlamentit. Kjo është një sinjal pozitiv për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Dhe tjetra që ekziston kjo diplomacia parlamentare, ku ti synon përmes diplomacisë parlamentare njëkohësisht ja jepsh edhe një shtytje tjetër çështjes së Luginës së Preshevës, e në anën tjetër t'i japësh një shtytje edhe zgjidhjes problemeve me të cilët janë duke u ballavaquar, si në kuptimin e mungesës së dokumenteve të Republikës së Kosovës për qytetarët shqiptar të Luginës së Preshevës, si në problemet e përditshme me të cilën përballen edhe atje. Pra, ka këto dimensione që nuk janë të pakta e që kërkohet që të adresohen ndoshta edhe me më ngulme, më intensivisht, duke kërkuar zgjidhje për to. Tu i pa qeverin aktuale në detyra dhe qeverin më e mahershme, qoftë në Prishtinë ose në Tiranë, po edhe në Shkup, e në Beograd, edhe të e pa përgatitjen tonë dhe përvojën në vendimare, përvojën profesionale. A mendon se mund t'jesh një prej atëve që mund t'a ketë besimin për me udhëheq një ministri konkrete, diku nga që? E para, që thash, t'jemi në parlament. Kjo është e rëndësishme se pa u konë parlament nuk mund me pas minister, pa u konë parlament nuk mund as me zgjedh kryetarin e presidentin e Republikës. Me zgjidh ngërcin, një lloj ngërci që është. Kjo është synimi parsor. Ajo që është e rëndësishme, institucionet e Republikës së Kosovës të kenë seriozitetin e duhur dhe përgjegjësinë shtetërore e kombëtare në raport me Luginën e Preshevës, për te ministrisë. Do me thonë, institucionet me konë për te përgjegjësisë vetëm institucionaliste burokratike, pra me pas këtë ndjeshmërinë edhe kombëtare, edhe institucionale në raport me shqiptarët e Luginës së Preshevës. E këtë unë besoj dhe jam shumë i bindur që e ka treguar kryeministri Kurti si përgjegjësi për te shtetërore edhe përgjegjësinë kombëtare për shqiptarët e Luginës së Preshevës për të adresuar temat e Luginës së Preshevës. Ju kujtohet përpara, e përmendëm 50.000 euro për maternitetin, pa të mbon një 100.000 euro për një park, që se di këtu në Preshevë ende s'ka park. Një 2 ciklat nume aty. Po, do me thonë, kur e krahasoj, do me thonë, angazhimin e qeverisë Kurti me qeverit paraprake, është si nata me dita, do me thonë, ka ndryshu fokusi në raport me shqiptarët e Luginës së Preshevës, në radhë parë. Në radhë dytë, ka ndryshu qasje, që është qasje sistematike. Në radhë tretë, këtë kjo vje për shkak ndjeshmërisë, për shkak qasjes që e ka kombëtare për te asaj institucionale ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës. E nëse për marrëmi si të mirëqenë edhe të kryme që ti, ose për mos më drejtu direkte ti, një prej Luginë u bo deputet në Kosovë, parlamentin e Kosovës, që kishmi pas me majtë mend në fund mandatit? Që është gjash me majtë mend në fund mandatit? Qyre, e para, konsideroj jo shumë e rëndësishme me normalizu raportin e luginazve me Kosovën. Do me thonë, me konsideru që është raport normal i institucionet të Republikës Kosovës, ashtu si që kanë me Kamenis, për shembull, me Gjilan, me Pas, me Preshevë, me Bjanas, me Medveq, pra me normalizu qëtë raport. E normalizimi i këtij raporti na duhet me konë pak për te edhe më kreativ, e që kjo me ndi këtë përgjegjësinë kombëtare në mënyrën që e adresojmë. Sigurisht që
nuk e di a do të gjatë 4 vjetë, sepse në Po marrëm Kosovë, si përqen. se në Kosovë parlamenti është pak problematik të drejtim. Megjithatë, qeveria Kurti ka qenë vetmja qeveri që ka Zgjat mandatin realizu deri në fund. mandatin deri në fund, e madje i ka tepru pak. Tash, ose shkon përtej mandatit 4 vjet, ose Gjystë. as në gjysë, 2 muaj, 3 muaj në vit. Po, se kjo e fundit. Po, unë konsideroj që krahas angazhimit, do më thonë që ki normalizimi i këtij raporti, do të isha shumë i lumtur që në zgjedhjet e ardhshme në çdo parti politike të kishte të luginës. Do të isha shumë i lumtur që Sikur që të shka të trajtohemi- Kamenicës, se cëllën Po, listë, po, sikur po, që shka po, po. Gjakovës, të e trajtoheshim, do me thonë, si një komunë normale, ose si një komunitet normal në Kosovë. Pra, Lugina Preshevës, mu trajtu njëjtë, ashtu që shpethush, Kamenica, Dardana, Podujeva e tjerat me radhë. Dhe e dyta, po, unë do t'isha shumë i lumtur që me përgjegjësi dhe përpjekjet e mia për shqiptarët e Luginës së Preshevës do të realizonim edhe në praktik ata që kem filluar tashmë me qeverinë Kurti 3. Me jetë publike e posaçërisht me jetë politike, edhe momentet e lumtura vijnë pasi që i te kalon vështirësitë. Pra, ka pas momentet panumërta në jetën time politike sa i përket vështirësive. Ndërto, mujnë me cek disa vështirësi ka qenë se çysh mi arrit mi pru tekstet mësimore në Luginë të Preshevës. Po ju më konë njeri më i lumtur kur keme arrit me i pru e me i bo të përdorshme për qësë nxënësit, kur kemi arrit me i finansu. Vështirësi politike ka qenë një prej atyme kur kum shku me u përball me Vullinin sa i përket gjuhës urrëties ndaj shqiptarëve, Se shë po te pas me Vullinën? ku aty një numër i madh i përkrahasve tina para gjykatës e ne futeshim me u gjiku me të, i cili 2-3 herë më radh nuk pat marrë pjesë në gjykim, e kur pat fillu patia ka pas qenë ministër i mbrojtjes, ajo po ministër i policisë punëve të mbrëmshme, e Një përfundoi kundërati. shef i bijës edhe në gjykat me to bashka. Në gjykat kundër tina në Beograd. Dhe po, kur kem rri aty, do të thonë një numër shumë i madh i përkrahasve ti, madje tifozësh, që nuk e kuptuan fillimisht se për çka janë. Do të thonë nuk e dishëm, nuk e kem ditë. Momentin kur e kem ditë ka qenë kur ka përfundu përballja me të në gjykat, ku ne kem nxjerr argumentet që ai ka bo shkelje, dhe ka përdor gjuhë të urrëties e që ka shkaktu dëme të pariparueshme për komunitetin shqiptar në Serbi. Ka qenë kur kem dalë jashtë kem pa që ata si tifoz të bërtit, Vullin e srpski heroje, aty e kem kuptu që gjithaj grumbull njerëzësh kishin ardhur me na kundërshtu neve. Po megjithatë, që nga viti 2019 kur e kem padit, ende jemi në gjykatën kushtetuese. Momenti i vështirë tjetër ka qenë në njërin prej viteve kur e vendosnin flamurin në Këshillin Kombëtar, vazhdimisht paditeshim pasandej pi prokurorisë. Dhe në një moment ndodhi që na e vendosëm flamurin, e si duket ata nuk kanë arrit mi marrë pamjet e vendosjes flamurit e asaj ceremonie ku divan. Dhe vinë policia në Këshill dhe ai njëri prej policëve o shqiptar. Edhe, do më thonë, imagjino një polic shqiptar, e besoj që edhe për të ka qenë rënd, me denu kryetarin e Këshillit se ka vendos flamurin kombëtar. Pra ironie fatit. Moment tepër irond. Moment i vështirë kanë qenë edhe të tjera. Në politika i ka ndoshta edhe këto, unë e marr shumë seriozisht politikën, ndoshta për shkak kësaj, po që
disa nga ato momentet vështira janë kur përballesh me familjen më tepër. Se unë jam shumë me fat që bashortja ime i ka rrit fëmija, e unë si m'kon shpesh prezent në datëlindjet e tyne, në herë në festa e kështu me radhë. Moment vështirë kanë qenë edhe përballja me vetë prindin tim, i cili ka qenë luftar i UÇK-bës, i cili thotë që s'kem arrit kur të shoh në fund. Po megjithatë, ajo që më gëzon fakti, besoj edhe juve edhe gjithë secilin që një ditë kur përfundon angazhimi, do të nuk përfundon kurrë angazhimi politik e kombëtar kështu me radhë, me pas rastin me i tregu fëmijëve që nuk i hesht, nuk i qëndru indiferent. Ku e ke këthi korrizin, a? Nuk e ke këthi korrizin dhe ti je përball, je përpjek, je angazhu, ke punu me ndere, me gjithçka që ke ditë, që s'paku me vendos një guri në ruajtjen e identitetit kombëtar shqiptarëve në Lukin të Preshevës në synim të arritjes së aspiratave tona kombëtare. Se shpesh po emocionona për këto edhe ndoshta nuk e kam as momentin, po njerëzore. Ajo që është e rëndësishme mos mu ndal, është e rëndësishme mos me u hesht, është e rëndësishme mos me u dërzu, është e rëndësishme me inspiru të tjerët, me frymëzu të tjerët, se rruga e realizimit të aspiratave tona kombëtare është e vetmja rrugë. Kjo ndoshta Ragmi po m'le me i mendu disa opcione politike që janë Prishtinë, se kurse mëna pas dëgju Lumiri që e ki bashkëvendas, edhe Vjosa që është një lloj bashkëvendase, ndoshta kishin nuse, ndoshta ka mundësi me kryeministin Kurti me bo si marrëveshje për me zgjidh problemin e presidentit, ndoshta kanë mujt më të propozu ty për me zgjidh me te kalu këtë sfidë aktuale. Në një emision televiziv e palla këtë pyetje, tha, do ta zgjidhni presidentin, i thash po, se ndryshe nuk ai pa u zgjedh nuk bëhet president para, pra do të nështrohet një procesi për Ajgare, dhe e dyta për Ajgare i thash që nëse kur t'jetë Lugina në parlamentin e Republikës Kosovës, absolutisht zgjidhet edhe presidenti i Republikës Kosovës, ose presidenti i Republikës Kosovës, sepse po besoj që ka mu bo një arritje e madhe në këtë drejtim, dhe në anën tjetër përfundimisht opozita do duhej të heqë dorë nga bllokimi i procesit presidentit ose presidentës, në mënyrë që institucionet apo vullneti qytetarët e Republikës Kosovës të respektohej në parlamentin e Republikës Kosovës. Na porojmë shuaj që sezonën tjetër Ragmin ta kemi si deputet, po edhe si... Nëse jo si deputet, si aktivist, sigurisht. Ministër ose president, është të lejojnë me artyje. Se bërë president, nashtë të du me shku atje në. Shpesherë më pyesin njerëz atë nalin kufi. Është në realitet, ja. Me një pik, me dy pika. Ode nuk i këmbo publike, po, më nalin, herë për herë, më dalin për gjysori, 45 minuta për t'i bërë ato që i thojnë ata vërtetimet, apo proverat që i thojnë. Megjithatë unë nuk i këmbo publike, sepse konsideru që është shumë e rëndësishme mos me ndjell frikë të qytetarët ose panik në raport me këto. Këta kam punën e vetë, unë e kam punën teme, e punën teme mundona me bo me pasion, angazhim, e me ndashmëri, andaj duke qenë kështu, nuk konsideroj që kam bërç çfarë do qoftë në angazhimin tim politik. Faleminderit shumë Ragmi që ki gjetë kohë me ardhur në këtë hapësirë
të angazhimeve politike, me na kushtu neve, me i bisedu këto tema, edhe me informu publikun ton pak ma afër me këto ndodhi dhe me këto ngjarje aktuale që na prekin neve çdo ditë. E para që kalojmë feste, besoj që gjitha festet që na përbashkojnë janë të rëndësishme, përfshi edhe këto fetare, e posaçërisht ato kombëtare. E dyta, krejt për shtet, e shtet për krejt, e krejt për Kosovën, e Kosova për Luginën. Është kjo platforma jonë që i ftoj të gjithë, pa dallim, gjithë secilën që ka të drejt vote në Republikën e Kosovës, që të votoj numrin 116 listën fituese të lëvizjes vetëvendosje, dhe në anën tjetër unë Ragmi Mustafi me numër 486 në mënyrë që edhe Lugina t'jetë zë, jo vetëm simbolik, po edhe në përmbajtje si temë e nevojshme dhe pa diskutueshme edhe në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Faleminderit edhe një herë, faleminderit Shuaibin. Faleminderit. Që për shumë shka në kupaj Shuaibi, për ndryshim nga Pashtriku, kema pak na kallzoi shaka. Se di kësaj radhe si duket është të rezervu për herën tjetër. E shohim që po shkojmë punë sezonin. Apo bëhet deputeti, apo bëhet deputeti. Po dhe tani. Se që shpëpthojnë ata, unë fushat në Lugin, fushat në Kosovë. Rregullisht. Nga ka. Po, mirë, faleminderit dhe miru takoshmi në epizodet e radhës.